Ditën e sotme, debatet në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 kanë ndezur rrjetin dhe çdo person që i shikon nga shtëpia është mbërthyer pas ekranit. Bëhet fjalë për një debat të rëndë që ka ndodhur mes Mateos dhe Inës. Të dy banorët e kanë nisur këtë gjë gjatë momentit që kanë qenë brenda në shtëpi. Të nxitur nga debatet e tjera, ata të dy kanë qenë të acaruar dhe Ina ka qenë ajo që ka filluar këtë gjë, duke i thënë Mateos që Brikena nuk e dashuron atë. Ndërkohë që Mateo dukej se nuk ja vinte veshin, ishte Ina ajo që acaroi më shumë, duke i thënë që ai bëri gjithë të surprizë, ndërkohë që ajo vajzë as nuk ju afrua, jo për ta përqafuar, por as për t'i dhënë dorën. Ndërkohë që Mateo thotë që është shumë i lumtur, që Brikena të paktën i dha mundësinë për të njohur dhe gjërat do t'i marrin dal nga dal. Ndërkohë ai thot Inës që çdo gjë për Brikenën ja vlen, pasi ajo nuk është si Ina, e cila shkon mes çifteve të dashuruar dhe i ndan ato. Mateo i ka thënë më pas Inës fjalë të rënda duke thënë që do të mbetet gjatë gjithë jetës si dashnore dhe kjo gjë ka prekur atë. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë, megjithatë, edhe Ina më pas ka degraduar këtë situatë dhe ka filluar të ofendojë Mateon, por edhe Brikenën, pa prezencën e saj aty. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.